Vajza në internet të cilat kishin publikuar këtë librin dhe thoshin që ishte fantastik, kështu që unë e porosita dhe mezi pres ta lexoj. Libri ka emrin Pacientja e heshtur dhe flet për Alician, e cila ishte një piktore shumë e famshme, e martuar me një fotograf, edhe ai gjithashtu me shumë famë. Edhe këta jetonin një jetë shumë të bukur mes Londrës, derisa vjen një ditë dhe Alicia e godet burrin e vet 5 herë me armë. Dhe nga ai moment ajo vendos ta mbylli gojën dhe mos të flasi më asnjë fjalë kur me asnjë. Më pas vjen një psikiatër në jetën e vet, i cili ishte psikiatër kriminalistik, edhe do që të zbuloj se çfarë ka ndodhur dhe çfarë i shtyu Alician që të viste burrin e vet. Kjo ishte masja ime. Gjithsesi, nëse po kërkoni për një libër, ju sugjeroj të lexoni këtë. Vajza në internet të cilat kishin publikuar këtë librin dhe thoshin që ishte fantastik, kështu që unë e porosita dhe mezi pres ta lexoj. Libri ka emrin Pacientja e heshtur dhe flet për Alician, e cila ishte një piktore shumë e famshme, e martuar me një fotograf, edhe ai gjithashtu me shumë famë. Edhe këta jetonin një jetë shumë të bukur mes Londrës, derisa vjen një ditë dhe Alicia e godet burrin e vet 5 herë me armë. Dhe nga ai moment ajo vendos ta mbylli gojën dhe mos të flasi më asnjë fjalë kur me asnjë. Më pas vjen një psikiatër në jetën e vet, i cili ishte psikiatër kriminalistik, edhe do që të zbuloj se çfarë ka ndodhur dhe çfarë i shtyu Alician që të viste burrin e vet. Kjo ishte masja ime. Gjithsesi, nëse po kërkoni për një libër, ju sugjeroj të lexoni këtë.